Nesër në Bukuresht nis takimi i nivelit të lartë të NATO-s, ku 26 vendet anëtare pritet t'i hapin zyrtarisht dyert tre vendeve të Ballkanit, duke i ftuar ato të bëjnë pjesë e aleancës. Sipas analistit diplomatik Shaban Murati, një nga njohësit më të mirë të rajonit, një vendim i tillë vjen si një përputhje nga një anë e plotësimit të disa kushteve të vëna nga NATO dhe nga ana tjetër interesit strategjik të aleancës për t'u zgjeruar me anëtar të rinj. Unë mendoj që ne nuk mund t'i ndajmë të faktor. Dhe mendoj që çdo kush, qoftë analist ose qoftë politikan, që të jepte rëndësi vetëm një rrethana, mendoj që do të bënte një gabim. Pra, kemi një kombinim të këtyre rrethanave, do t'i quajmë fatlume, pra, edhe të plotësimit të parametrave dhe kritereve që ka parashtruar NATO-ja, po ashtu, dhe kjo është shumë e rëndësishme, e interesit strategjik të NATO-s për të zgjeruar me 3 shtete të reja në një rajon kaq të diskutueshëm siç është Ballkani. Por pse ky interes për të zgjeruar në Ballkan? Natyrisht në arkitekturën atlantike të sigurisë, pika, si thuaç, më vulnerabël, më e dobët, është konsideruar prej pothuajse 2 dekadash Ballkani. Është konsideruar atje për vetë problemet, trazierat, konfliktet që kanë ndodhur në rajonin tonë dhe në mënyrë të veçantë, duhet të thënë, kriza e Jugosllavisë dhe konfliktet e armatosura të përgjithshme që ndodhen në Jugosllavi. Në një mënyrë ose tjetër, kjo ndikonte në dobësimin e vetë arkitekturës atlantike të sigurisë, jo vetëm sepse ajo duhet të angazhohej në këtë rajon, por sepse e bënte një pjesë të kontinentit evropian tepër të dobët në përballjet e mëdha që Aleanca Atlantike kishte në kohërat e reja, duke filluar në radhë parë me problemin e terrorizmit ndërkombëtar. Zoti Murati është i mendimit se përfshirja në gjin e aleancës të 3 vendeve ballkanike do të jepte ndikim në të gjithë rajonin. Në Kosovë duke nxitur e përshpejtuar zhvillimet e atjeshme dhe në Serbi duke ndikuar si një formë presioni ndaj një vendi që do të mbetej si një ishull i izoluar. Kosova është një shtet i cili njihet për dominimin e opinionit në favor të antarësimit dhe orientimit atlantik. Kjo është shumë e rëndësishme, pra dhe stabilizon jo vetëm vetë Kosovën, por duke patur fqinj shtete anëtare të Atlantikut, siç tham, të gjithë këto shtete që më numëruam sipër, kuptohet që edhe kontributi i Kosovës në drejtim të gjenerimit të stabilitetit në rajon do të jetë akoma më i madh. Natyrisht këtu mbetet një problem, siç e përmendëm, problemi i Serbisë, e cila padyshim duke parë tani një hartë politike, unë do thonja tashti mas Bukureshtit, duke parë një hartë si thotë gjeostrategjike të re, sepse interesi atlantik tashmë është i sankcionuar me antarësimin e shteteve që ajo ka rreth e qark, kuptohet që mendoj që nuk qarkët politike drejtuese në Beograd nuk mendoj se do kenë dëshirë të kthejnë Serbinë në një Kore të Veriut në Ballkan. Zoti Murati shpjegon se tashmë edhe institucionet shqiptare do të jenë të detyruara që rrugën e reformave ta përshkojnë me një ritëm tjetër, atë të vendeve të NATO-s. Tashmë siguria e Shqipërisë është pjesë e Aleancës Atlantike. Pra, Shqipëria, ashtu si të gjithë shtetet anëtare të NATO-s, gëzon të drejtin e artikullit 5 të Kartës themeluese të NATO-s, në bazë të cilit çdo sulm ndaj një shteti anëtar është sulm ndaj të gjithë shtetet anëtare. Jo që natyrisht jep një dimension tjetër sigurisë shqiptare, në ai që ka pasur deri tani. E dyta do thonja është që ky dimension sigurie nuk shtrihet më vetëm në konceptin e deritanishëm që është agresioni i një shteti ndaj një shteti anëtar, por mbas 2001-shit, Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju e dini që u vendos një koncept i ri i shfrytëzimit ose i përdorimit ose aplikimit të artikullit 5, që do thotë se edhe një shtet i cili kërcënohet nga organizata terroriste që duan të përmbysin regjime demokratike, do të përballen me vetë kapacitetet mbrojtëse të Aleancës Atlantike. Një ndikim të rëndësishëm do të ketë gjithashtu për Shqipërinë antarësimin e NATO në drejtim të ecurisë dhe sidomos të cilësisë të reformave të marrë në Shqipëri në të gjitha fushat. Kuptohet që edhe vetë detyrimi për institucionet e shtetit shqiptar, për gjithë institucionet politike, për vetë shoqërinë shqiptare, do të jetë që s'don do ta hedhë hapin tashmë me marshin demokratik të NATO-s. Pavarësisht problemeve të vjetra dhe të reja politika shqiptare, duket se mbetet ende angazhuar për t'i dhënë një zgjidhje të përbashkët reformave jetike për vendin. Më shumë se sa një medalje, antarësimi në aleancë për shumë njohës të fushës konsiderohet si një udhë nga ku nuk mund të devijosh. Për Zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.